Pas disa takimeve intensive me Libohvitët përgjatë një muaji, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Mirela Kumbaro zhvilloi një takim përmbyllës së bashku me kandidatin Piro Dhima në sheshin qendror të Libohovës. Libohova sot është futur në destinacionin turistik të qarkut Gjirokastër e të gjitha këto fal investimeve të bëra në qeverisin e Partisë Socialiste, të cilat kanë nxitur edhe zhvillimin e agroturizmit, u shpreh Kumbaro. Kumbaro u kërkoi Libohvitëve të bashkojnë votat për tek numri 5 në 11 maj. Kush më mirë se ju këtu e kupton turizmin, kush më mirë se Libohova, Nepravishta, Gjirokastra kupton turizmin, dhe këtu janë ato agrobizneset, sepse ju e ndërthurni shumë mirë me fushën, bujqësinë, dhe kjo do të thot agroturizm. Por unë nuk do ngelesha këtu, do bet unaza e Zagorijës që lidh pogonin, Zagorin, Libohovën, me rrugën nacionale në Ndropull. Kjo do të thot zhvillim, do të thot ardhje turistësh më shumë, do të thot hapje vende pune, do të thot zhvillim në familjet tona. Ky është ai vizion dhe ky është ai zhvillim që ne presim, ne duhet jemi të qartë. Drejt Europës me numrin 5 dhe Edi Rama. Sistemi politika, jemi zoni i një populli, nuk nështrohemi nga Afrika. Në Europë me merit, jo me drama politike, s'po trokas mos i mik, trokas i zot shpije. Libohvitët të japin ujë në bish të Lugës. Libohvitët japin ujë në bish të Lugës, sepse Libohvitët e kanë treguar në histori se çfarë janë zotët bëjnë. Dhe ja ku jemi sot. Vite më parë, kur flisnim për agroturizm që e përmendi Pirua me të drejtë, nuk ma besonit. Filloi Labova. Labovitëve ju bë rruga, ju rregullua sheshi, ju rregullua infrastruktura, filluan lulzuan agroturizmet, filluan hotelet e bujtinat. Nepravishtës, sa e pa modelin, dhe ja kam thënë, Nepravishta ta filloi përpara Libohovës. Filluan dallandyshet e para. Po, kur unë vi në Libohov dhe shikoj që çelen të tilla dhe ka plane për të vazhduar të tilla në Libohov, sinqerisht jam shumë e lumtur që Libohova sot është futur në destinacionin turistik të qarkut Gjirokastrës. Të gjitha këto gjëra nuk ndodhin vetë. Se Libohova këtu ishte. Edhe Kalaja e Shaniqas aty ishte, po ishte në errësirë. Edhe sheshi këtu ishte, po ishte si kronik në vitin 36, atëre kur u xhirua filmi i Sajmir Kumbaros. Edhe këtu s'mjep do të mend njeri, përderisa unë jam rritur në këtë shesh. Kam luajtur në natë rap. Kam ecur në këtë rrugë dhe bukun e kam bler gjithmonë te ajo furra aty poshtë, afër shtëpisë time. Por duhet të transformohej gjithë Shqipëria dhe Libohova të futej si pjesë e një programi shumë të madh që filloi me rilindjen urbane, që preku çdo fshat, çdo qytet dhe vazhdon. Libohova u bë pjesë e vizionit që ka vetëm një emër, programi i Partisë Socialiste dhe Edi Rama. Fitoria është e padiskutueshme, por do ta kemi edhe të thellë kësaj radhe. Dhe Libohova duhet të shkëlqej nga bashkimi i të tëra votave, i të gjithë Libohvitëve, që janë shumë më tepër se sa këtu. Kam një gjë, prisni. Në falni, një sekond. Do vë Libohvitët këndoj po se vura. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nardi ka ditëlindje to you. Happy birthday.